Fillojnë ndërtimet e egra në shtëpinë e shëndetit Presheva në Preshev. Kryetari i komunës së Preshevës, zotëri Shqipëri Marifi, që e bëri vizitës së shtëpisë së shëndetit, ku informuar dhe funksionimit të shtëpisë së shëndetit nga drejtori zgjedhur Reshat Ymeri. Ku në këtë vizitë ishte kërkesë e zëvendës ushtruesit të drejtorit Driton Saliu të sigurohet një zyre si zëvendës drejtor, ku pastaj pasi kaluan 10 ditë nga vizita e kryetarit të komunës ditën e shtunë, kishin filluar ndërtimet një zyre në korridorin e shtëpisë së shëndetit, u zyre ku po ndërtohet pa lejen e drejtorit Reshat Ymeri dhe organeve kompetente, shifve qartë se këtu i mbyllet hyrja e sekretarit të shtëpisë së shëndetit dhe zvoglon hapësirën për qytetarët dhe administratën për të pritur në korridor. Megjithatë, ekipi i Radio Televizionit Aldi u informua me këtë rast dhe ishte sot në vendin e ngjarjes dhe u informua më detajisht rreth kësaj ngjarje, ku drejtori i këtij institucioni shëndetësor Reshat Ymeri ka paraqitur rastin e stacionit policor në Preshev, ku pastaj kanë ardhur organet kompetente për të verifikuar rastin në fjalë. Reshat Ymeri, drejtori i shtëpisë së shëndetit për Radio Televizionin Aldi, njofton se këto punë që po punohen janë pa lejen time, nuk kam qenë fare informuar. Atëherë unë si drejtor dhe përgjegjës për shtëpinë e shëndetit, kam paraqitur rastin e stacionit policor dhe kërkoj që këto punime të ndërpriten menjëherë. Gjë ishte ditë e shtunë, ditë jo pune, me lajme se në holin e shtëpisë së shëndetit është duke ndërtuar një zyre për zëvendën drejtorin e shtëpisë e shëndetit. Po të merr lajmi, unë gjej pastaj ishte koha e mbrëmjes, nuk pata mundësi të lajmëroj në organet kompetente dhe mora lajmin, shkova e lajmëroj në polici për rastin që është ndërtuar zëvendësi i shtëpisë së shëndetit, pa lejen e tem dhe pa lejen e inspektorit të ndërtimtarisë. A ka pas biseda edhe kërkesa më herët për këtë zyre apo ishte rastisht? Ishte rast momental, ai më pyeti se zotni drejtor, a mundem ta ndërtojmë një objekt për mua afër sekretarit dhe drejtorit të shtëpisë së shëndetit. Unë thash se s'mundet se hapësira është e vogël dhe ja zën hapësirën të punëtorëve, sidomos sekretarit që hyn dhe del dhe njëkohësisht të qytetarëve që presin në radhë për të hyrë te drejtori dhe sekretari, ja se e shikoni, ai ka uzurpuar vendin e qytetarëve, s'kan ku të pritën dhe ka hudhur atje në skajt dikun të hollit. Do thotë ju e keni dhënë një përgjigje? Negative, do të thotë që s'mundem, pse ai ka zyrën e vet. Ai është punuar në stomatologji, e ka zyrën e vet adekuate sa të gjithë që kanë të gjithë mjekët tjerë. Atëherë, çfarë mund të thuhet definitivisht, do thotë ky ndërtim ka filluar pa lejen e drejtorit të shtëpisë së shëndetit, apo jo? Po, kjo është ndërtim i egër, pa leje askujt, ai me vetveten e ka ndërtuar me dëshirën e vet. Kush po e financon? Keni informacione këtë? Kush është duke i rregulluar këtë zyre? Unë nuk si thash për parë, më cek më parë, unë kur fare leje, kur fare ndëshkimi, ai si duket me kompetencët e komunal, ka marrë leje dhe ata e kanë prekrah dhe e kanë ndërtuar këtë. Leje po mendoni me shkrim apo me gojë? Vetëm se me gojë. Atëherë faleminderit. Cili do të jetë hapi më të tjeshëm institucionit ju si drejtor? Unë do të jap në organet përgjithëse, do të lajmëroj inspektorin ndërtimtarisë, kam lajmëruar rastin polici dhe të shkojnë në organet më të tjeshme. Do thotë ju nuk do të lejoni ndërtimin e egër në shtëpinë e shëndetit pa lejen adekuate. Absolutisht. Veprimi i drejtorit të shtëpisë së shëndetit Reshat Ymeri është konform kompetencave dhe përgjegjësive që ka marrë në zgjedhjen si drejtori i shtëpisë së shëndetit.